Edhe thash këtu ka i gjë, se të lash fëmijën, të lash burrin. Edhe e futën punë, se ç'tash, zonja filloi njohjet jashtëmartësore. I vërtetuar, ka hapur në telefonin e zonjës video, të dërguara nudo dikujt tjetër. Ky nuk di të mbaj tema diçka të tillë, më shkruaj si pëlqente kjo, si pëlqente ajo. Kërkonte gjithmonë më luks. Kërkonte dhe duke ditur gjendje. Përshëndetje dashumiq dhe mirë se erdhët në këtë video. Jeni live me Odetën. Ditën e sotme në live-in tim unë do hap dritaren, do ftoj një baba i cili do t'rregojë gjithë problematikat me ishnusën e tij në të shkuarën dhe të tashmen. Një baba i cili është ndaluar të takojë nënën e tij, të takojë dhe fëmijët e tij. Por çfarë ka ndodhur? Unë ftoj më njëherë Marcel Ballën për ta dëgjuar historinë e tij. Marcel, përshëndetje. Përshëndetje. Atëre, nuk e telefonuar, sepse ti ke një problem me nënën e fëmijëve të tu. Po. Çfarë ka ndodhur konkretisht? Mund të më shpjegosh? Atëherë ne jemi në proces divorci, do se për momentin është në apel. Pse shkalla e parë çfarë vendosi që ta kuptoj? Atëherë, shkalla e parë, dhe pse i kam çuar provat plota që nëna dhunon fëmijët, i keq trajton, i kërcënon nëse do ta takonte babain edhe gjyshën e vet. Ai e kërcënon se të rritë lëkurën, do t'i hiqte kokën nëse goca më fortë, se goca është 6 vjeçe, derisa djali 1 vjeç e gjys. Tani këto kërcënime vijnë nga nëna? Nga nëna, po. Atëherë Marcel, unë dua të të bëj disa pyetje për ta kuptuar qartë historinë dhe do ta nis si e njohur ti me trëndafilen për të dalë deri te problemi që sot ajo kërcënon fëmijët e saj dhe jeni në proces divorci. Jemi njohur me Lesmi, që nga viti 2015 deri më sot. Me mblesëri. Po. Ne pa fillon problemet, fillon debatet, zonja filloi tradhtit. E kam çuar herë çështjen në gjykat për ndarje në 2020. Atëre, Marcel, ju po më tregoni që jeni njohur në vitin 2015. Ti sa vjeç ke qenë atëre? 23, 24. 24 vjeç, ndërsa trëndafilja edhe ajo e vogël besoj. 22. Ju keni sjellë në jetë sa fëmijë bashk? 2. 2 fëmijë. Sa vite martesë konsumuat? 7 vite. 7 vite. Mund të më tregosh për këto 7 vite që keni jetuar së bashku? 7 vite vetëm më tepër probleme se sa. Problemet pse erdhën? Problemet duke filluar që ke njerëz të shtëpisë që unë kam, sepse kam nënë dhe një vëllai invalid. Po. Duke i sharë, duke fëndur nga më të rëndët. Po më tregon që nusja juaj, më saktisht nusja juaj nuk ka patur një sjellje korrekte të mirë me nënën tuaj. As pak të mirë. Dhe pse ja bëra të qartë që në fillim që unë kam 2 njerëz në shtëpi, kam nënën dhe vllain, mos pretendonte nesër për ndarje ose që të jetoshim bashkë. Por këto konflikte lindën në familjen tënde sapo u martove apo më vonë? Mos themi vitin e parë, diku nga viti i parë fillon këto konflikte. Pastaj nga nëna fillon përplasësh ke unë çdo gjë. Mos marrëveshje të vazhdueshme. Pra, për shkak se ju kishit një vëllai invalid, këto ishin konflikte që lindën mes teje dhe nusës, e cila çfarë kërkonte ajo trëndafilja? Çfarë kërkonte në atë kohë? Të ndahesh me vjerën, domethënë. Po, kërkonte një jetë vetë, një jetë më të mirë, më luksozë, më. Atëherë për të arritur këto gjëra që zonja kërkonte, mendohet se ta fusën punë. Meqense edhe kërkonte. Ju aktualisht ku keni jetuar? Ku jetoni? Në Shqipëri. Ku jetoni? Në Divjak. Jeni në Divjak. Në Divjak, po? Edhe futën punë, se ç'tash, zonja filloi njohjet jashtëmartësore. Por këtë gjë ka qenë i dyshimi juaj apo ju e keni faktuar që ajo ju ka tradhuar? I vërtetuar, ka hapur në telefonin e zonjës video, të dërguara nudo dikujt tjetër.
Si Bisek. veten e saj e xhironte Po. dhe Po. Në dhomën e gjumit. ti Normal, kur nuk isha në shtëpi. fakt është e rëndë, e gjithë kjo që po më tregon ditën e sotme Marcel, por ty të lindën dyshime fillimisht që ajo po të tradhonte dhe më pas i kontrollove telefonin? Po, që nga sjellja e zonjës, si po shfaqte në shtëpi, edhe duke pretenduar që nuk jetoj me ty. Thash, kishim vetëm vajzën, dhe që diku ke 3 vjeçe, 3 vjeç, që ka qenë. Edhe thash, këtu ka i gjë, se të lash fëmijën, të lash burrin, nuk mund të bëj një gjë kot. Mi po fëmijët fillun për së gjëra që unë nuk i dija që bleshin në shtëpi, se për shembull rrobat e trupit, atlete, diçka jashtë mundësive tonë. E kuptoj. Tash këtu bëhet ka diçka, sepse. Edhe kur shkoja që se merre unë darkave kur linte puna, ishte gjatë kohës në stres dhe në kontrollin e kamerave të marketit që kush po vinte dhe kush nuk po vinte. I thash ç'a problemi ke edhe? Edhe kërkonte që mos veja ta merrja unë në punë. Ata filloi dyshime, thash, po shikoj ç'a po bëhet. I gjeta foto, video, gjitha dërgura dikujt tjetër. Thira tjatin tjemë, ja tregova gjithë histori, vllajën, se kishte dhe vlla këtu në të kohë. Më thanë, jepi mundësi, po bëri më tha, më ka thënë vare ke ura rrugëzhimës. Kanë qenë fjalët e familjarëve të zonjës. U të roqe, sepse nisa divorcin, u të roqe, edhe për fëmijën tash, ndoshta do ta logjikoj, do ta kuptoj çka ka bërë. Por vetë trëndafilja si reagoi në momentin që ti i gjete pikërisht këto foto dhe këto video? As edhe një fjalë nuk ka thënë. As dhe një fjalë. Sado që kam këmgull ta pyese ta kështu, Ajo nuk tha asgjë, në një farë mënyre e pranoi në heshtje, tradhtim. Po. U të roqe nga gjykata e Lushnjës, ishte në të kohë, vazhdo me erën një djalë. Por ndalemi pak, Marcel, në momentin që ti e zbulove tradhtin e bashkëshortes tënde, pse vendose ta faljes? Pse ta kërkuan prindrit e saj? Prindrit e saj një, dy thash mos ta shkatroj se edhe vajza ishte shumë e ngjitur me më, po ta shikosh edhe sot. Vite keq, realisht kur e shikoja nuk po mendoj më për njëri, po thash më tepër për vajzën. Edhe mendoja thash do ta kuptoj, se njeriu kthem, sado gjithë mund gabojnë. Absolutisht nuk ktheu. Gati filloi të njëjtën si para. Ajo Në të pa e hoqja dhe nga puna, të më drejtën e hoqja, thash okej, nuk do të punosh, nuk do si të gjishoqe, do rrej shtëpi, do mash fëmijët. Në fillim tha po, dakord, me fjalë sa të zbutesh gjendja, por filloi prapë, e njëjta histori. por prindrit e saj si reaguan ndaj vajzës? Por mos thënë që si kanë folur fare. Nuk ja falën. Nuk e falen, madje duke kërcënuar që nuk e vën shtëpi tonë, me fjalë aty kemi çur aty rri. Dhe si vazhdoi? Pra, pas 4 viteve martesë, ajo të tradhtoi ti për hir të vajzës, vendose ta falje për të vazhduar jetën. Vazhdoi edhe 3 vite të tjera martesë. Si ishin këto 3 vite të tjera martesë? Edhe ato plot probleme, plot gjëra. Si duket, mbrapa krave vazhdonte prapë njëjtë histori. Të tradhtonte me të njëjtin person? Po. Në të njëjtin person që vazhdoi kohën e fundit, pa herë të tjera në telefonata, në gjëra kështu e pata kapur me të drejtë. Por i mohonte, jo s'kam gjë, s'kam kështu, s'kam ashtu. Por deri diku i kuptoja që ishte në drejt asaj rruge me fjalë. Jo njëri. Megjithatë, vendosa e fala, siç thash, e vendosa tash po largohen me 3 muaj në Itali. Ishte shtatzane me djalin. Siç dihet këtu nuk bëhet gjë pa lek. E qartë. Vendose të largoheshin në Itali për të punuar, për siguruar të ardhura.
Po, sepse kërkojnë çdo muaj vizita, çdo muaj shpenzime. Nga momenti që unë kam ikur, e derisa e më kthyer, as ka pyetur, merrte makinën, fillova po i mësoj edhe makinën, merrte makinën, ikte pa pyetur, as ku ishte, as ku s'ishte. Edhe i kam thënë, e prita, nën vetën time e prita, thash, okej, sa të lindi djali, nivel për bluja për vete. Por në menin time i kisha ndarë që kur kthesh në Shqipëri do t'japë divorcin. Lindi djali normal me shpenzimet e mia të gjitha. Ka marrë në maj të 2023-shit. Po. Nuk e sa erdhën në Itali, hapë procesin e divorcit. Një vit, pastaj gjatë gjithë kësaj kohës unë kisha ndarë menin që më të njëri s'kishte më. Por ti e mendove që në Itali që do divorcoheshe sapo të vinte në jetë fëmia i dytë djali, ja kishe komunikuar apo nuk i the asgjë? Ja pa ta thënë që sa isha në Itali që bëu gati sepse do nda. Çfarë të tha? Ishte dakord për ndarjen? Jo, absolutisht, jo nuk ishte dakord. Fillonte me justifikime, jo s'ka qenë ashtu, mendimet tuaja, gjërat tuaja. Por nëna çfarë të komunikonte? Sepse ti e le në shtëpi me nënën dhe vllajin. Raporti i saj me vjerrën? Në një rast më mori, tha, sepse ne sa mbyllëm telefonin, se merre shpesh për vajzë. E mbyll telefonin, ikën, merr makinën, ikën, thot mami, nga shkoj? Është nuk u dëgjoj. Se s'shifje gjë. E marr telefon, nuk e hap. E mor 2-3 herë, nuk e hap. E shkon në shtëpi, nuk e di mbas gjysore, e ora, diçka aty. Më merr, jo isha në dyqan, isha këtu, isha atje. Gjë që nuk ishte e vërtet. Pra, ti vazhdoje të dyshoje se ajo të tradhonte. Po. Vazhdonte historia, vazhdonte. Edhe pse ajo ti mohoi. Po, normal. E ka pranuar në psikologin që ka vendosur gjykata, e ka pranuar para se. Që e kam tradhuar. Po, me fjalë pyeti psikologja, më fal sa çfarë thot Marceli, janë vërtet ajo thjesht është skuqur, ka marrë një skuqje në fytyrë. Ka ulur kokën e ka thënë ky nuk di të mbaj mos gaboj një femër, diçka të tillë më shkruaj. E ka pyetur psikologja çfarë nuk ka pëlqyer ty. Ka dalë aty ke bisedat e mia që të thashë, sa si pëlqente kjo, si pëlqente ajo. Kërkonte gjithmonë më luks. Kërkonte dhe duke ditur gjendje. Marcel, në momenti që u ktheve nga Italia, sapo erdhi në jetë edhe djali. Dhe sa qëndrove me trëndafilen pas ardhjes në jetë të djalit? Kam qëndruar rast një minutë që sa kam ardhur në shtëpi. I kam shkruar marrëdhëniet që në Itali ka, dhe që sa kam ikur. Por ajo vazhdonte të jetonte në shtëpinë tënde? Edhe vazhdon jeton dhe sot. Vazhdon ende jeton në shtëpinë tënde? Po, në shtëpinë e nënës time, jo shtëpinë time, sepse unë nuk kam shtëpinë e nënës time. Po ju vetë ku jetoni? Unë jam me qera sepse Sajon urdhëra mbrojtje, duke e vërtetuar gjykatës që zonja Sajon urdhëra mbrojtje, gjykata shkon i jep urdhër mbrojtje. Po më tregon që nëna e fëmijëve të tu është pajisur me urdhër mbrojtje duke të denoncuar që ti ke ushtruar dhunë ndaj saj. Dhunë psikologjike. Në momentin që mbrite nga Italia në Shqipëri, vajte në Divjak në shtëpinë tënde, mund të më tregosh çfarë ndodhi atë ditë? Jo, shkova në shtëpinë e nënës, ku jetoshe. Me fjalimin në Shën e Premte, një fshat afrimin gjitur në Divjak. Po. Qa i kam prur gocës nga Italia, janë shqyer, grisur, hedhur mes shtëpisë nga zonja. Por pse e bëri këtë veprim? Sepse ato, më falë për shprehjen, ishin bler nga kurvat që quheshin motrat e mia. Po. Edhe ajo nuk i donte ato, sepse ishte bler unë dhe ishte bler motra ime. Pra, dhuratat që ti kishe përgatitur për fëmijët, edhe motrat e tua, po më tregojnë që trëndafila i mori dhe i flaku. I grisin në mes të korridorit të shtëpisë, në atë moment i kam përtit, sepse
Edhe një njeri me i qetë ishte, shikon të gjendje. Dhe si reagoj? Reagoj duke sharë ofendur nga më të rëndët. Për motrët e mije, për nëna, për mu, për gjithë me radhë. I kam përtitur, thëmë drejtën po. Në atë kohë, thret jadë, vjen një jadë, thot ka shtet, ka polici. Shkon, bënd denoncim policinë e Divjakës, thot që më zhdënur gocë. Pra, ish vjeri, ka qenë i pari që të ka denoncuar. Po, e ka bërë i denoncim një zonë. Zonja nuk donte, por e ka bërë i. Çfarë ndodhi pas të denoncimi? Policia të... denoncim, u thirrën polici, thash, si që po të regoj ty, të regove dhe atyre. Thash, unë këshu. Po, thash, i kam bërtit. E të shumë qesh një gjykim, gjykata vendosë të jip të urdhër mbrojtje. Edhe pse fajtore e çdo gjë ishte zonja, prapa do vendosë të jipshin urdhër mbrojtje. Ja dhanë më të urdhër mbrojtje me sa diun të marrë një 90.000 lekë, që duhet diçka tjetër. Kjo ngjarje, Marcel, kur ka ndodhur? Që është pajisur me urdhër mbrojtje, para sa... Në mos gaboj qershor 2023. Qershor 2023, kur ti erdhe nga Italia. Po, pra, qershor të 2023. Familja juaj, le të themi, u nda dhe u përça qershor në vitit 2023, kur ti mbritje nga Italia. Çfarë ndodhi më pas? Vazhdove të jetoje aty në shtëpinë e nënës tënde së bashku me trëndafilen apo u largove ti i pari? Po, zonja në gjykat nuk kërkoi largimin tim nga shtëpia. Nuk e kërkon të urdhën e mbrojtjes. Pavarësisht gjykata prapë pajis, ja dha. Me që të tregoj për gjykatën e Fierit ka bërë një paçavure që nuk e di çfarë tha. Megjithatë ja dha, kjo edhe në polici deklaroi që nuk duhet largohet nga shtëpia, nuk ka bërë gjë, nuk ka shu. Isha nxefur unë, me fjali pranoi të gjitha fajet vet. Okej, nuk u largova nga shtëpia. Vazhdoi ajo në dhomën tonë, unë në dhomën tjetër. Kur nxefer zonja përdorte urdhrin e mbrojtjes, kur nuk i shkonte siç donte. E qartë, e kuptoj. Edhe pse shpenzimet, si ta thash, unë nuk po t'i përmend që i kam bërë, sepse për fëmijët e mi i kam bërë. Por, bashkë nga unë, me të gjitha gjërat ajo vazhdon të jetonte aty deri në momentin e fundit. Se është pak sa tani e komplikuar historia që ju u ndat me njëri tjetrin, jo ligjërisht se jeni ende në proces divorci, por jetoni në të njëjtën shtëpi, te shtëpia e nënës tuaj. Një dhomë mbaje ti me nënën, një dhomë mbante trëndafilja me fëmijët. Por mirë me ty i prishi komplet marrëdhëniet, por me nënën tënde si sillej? Në mënyrë kafshërore, mund ta them. Si kafshërore? Kafshërore. Nëna ime është operuar me kancer në zorën e trash. O, të shkuara. Rrafsh. Edhe pse ishte e smur, do duronte një kafshë që ne kishim në shtëpi, sepse nuk mund t'i thoshe njëri. Po pse çfarë bënte trëndafilja që ti po e cilëson dhe po e krahason kështu sot? Po, unë sot nuk e tham nga inati, por tham nga ato që ajo ka bërë. Më ka detyruar të vendosë edhe kamera në shtëpi, sepse bate gjëra dhe i mohonte. Çfarë ka bërë konkretisht? Konkretisht, duke shtyrë nënën time, duke sharë ofenduar nga më të rëndë. Gati dhe për plase fizike me njëra tjetër. Edhe pse ishte e smur nëna ime, kërkonte urdhër mbrojtje në policia nuk e jepte. Këta e tha me plot gojë. Nuk ja kanë dhënë urdhën e mbrojtjes, edhe pse ajo ishte e smur. Pastaj në një debat të madh ja dhanë më në fund e çun gjykata nuk ja dha. Nënës time urdhën e mbrojtjes ndaj zonjës. Edhe pse aty kishte sharë ofendime, edhe kjo ishte e smur, e operuar më saktë, ishte operuar. Prap gjykata Fierit nuk ja dha. Marcel, ti gjatë kësaj kohe që jetonit kështu, brenda një shtëpie, por me dhoma të ndara, asnjëherë nuk e gjete mundësinë të flisje me trëndafilen për gjetur një gjuhë të përbashkët. Okej, martesës i datë fund, por tani duhet të tregoheshit njerëz mbi të gjithaj. Ishte pamundur këtë gjë, ka treguar edhe në gjykatën e Fierit. Çdo gjë që ajo i bënte ne fëmijëve, unë e kam treguar psikologës së rastit.
psikologëve të bashkisë, por asnjëherë nuk. Atëherë gjykata siç e caktoi gjykata psikologëve në Tiranës, në çështjen tonë, e ka pranuar para gjykatës që nëna ka ushtruar dhunë ndaj fëmijëve, jo ndaj fëmijëve, por gjithë anëtarëve të shtëpisë. Gjykatësia Ersida Bajgore nuk e mori parasysh fare këtë pjesë. Na mblodhet thjesht në sallë gjyqit, jo siç i takonte gjithë secilin seancën e vet, por duke futur anëtarë të tjerë që nuk kishin çështje. Por na mblodhet aty si kalamaj kopshti, duke folur asaj që ti e kupton çka ke bërë, ti kështu, ti ashtu. Tamam si kalamaj kopshti. Jo si një gjyqtari që vendoste pikën mbi im atë që po ndodhte në atë. Pse ju përpos që nisë divorcin me nënën e fëmijëve, ju e denoncua se ajo ushtronte dhunë ndaj fëmijëve, të mitur. Po. I kam bërë denoncimin në prokurorin e Fierit, prokuroria e Fierit, mbasi e ka marrë 5-6 muaj atje, e dërgon këtu në Divjak, as këtu as si gjë. Nuk është bërë asnjë. Tani isha para se të flisja me ty, thosh të intereson ç'është është bërë. Nuk ka oficerë këtu, tha roja portës. Nuk janë sot këtu. Marcel, por fëmijët sa vjeç janë aktualisht fëmijët? Vajza është 6 vjeç, djali 1 vjeç e gjys. Djali që nga shumë i vogël. Ndërkohë, si reagonte vajza momenti që jetonit brenda një shtëpie? I pengonte fëmijët të flisin me ty? Po. Me mua dhe me nënën time. Bides jam detyruar për ta kupur fëmijët me vendim paraprak gjykatës Fierit. Që unë takoj fëmijët, sepse ajo përdor urdhrat e mbrojtjes. Mirë, se tani më duket e habitshme mua. Ti ke jetuar brenda një shtëpie, sa metra katror është shtëpia? 80 metra katror. Jo, në gjatë kohës që filloi të merrte urdhër mbrojtje, unë largova normal. Jo, flas momentin që ti jetoje brenda 80 metrë katror së bashku me nënën e fëmijëve. Ti i merrje fëmijët në dhomën tënde, pra i dhuroje dashuri, rrije me fëmijët e tu? Në qefra, sepse kur ishte zonja jo, nuk i lindte. Fëmijët e mi burgosin brenda dhomës aty. Brenda dhomës, 4x4, fëmijët e mi burgosin kur ne ishim shtëpi. Momenti që unë ikja në punë, dilshin fëmijët e mi. Ta thash, jam mundur me vendim paraprak që unë të takoja fëmijët dhe atëherë me caktuar 1 herë në 2 javë, 2 ditë. Por kërkove edhe pse ishin brenda një shtëpie. Po kjo është të vësh duart në kokë dhe habitshme që ti jetosh brenda një shtëpie, brenda 80 metrave katror dhe të marrësh, gjykata ti jep të drejtën për ta takuar fëmijën, sa herë ta la për ta takuar? 1 herë në 2 javë, 2 ditë. Domethënë nga një dhomë kalonte në dhomën tjetër fëmia. Se kështu bie, logjikisht. Po mirë, por kur fëmijët shkonin në tualet, dilnin në balkon, në korridor, me roje mbrapa. Jo, me roje mbrapa i runte nëna. Po ti afrohesh me fëmijë, kërcënimi fare ishte të shkojnë polici. Edhe ka qenë me 10 herë në polici. Duke sa ju gjëra budalliqe. Por kur vajza dilte në korridor dhe të shikonte të thërriste o babi, ti çfarë bëje? Nuk thriste, sepse vajzën është merre sot. Mjafton ti përmendesh emrin e nënës apo ti thush të shkosh ke mami, gocë ta qan, u lëret. Marcel, unë e kuptoj që situata u vështirësua akoma më shumë në familjen tuaj, kur trëndafilja u pajis me urdhër mbrojtje dhe ti s'mundi dot të takoje as fëmijët e tu dhe pse jetonit në një shtëpi. Kërkove ndihmë te prindrit e saj, duke ditur që prindrit ishin informuar për vajzën, që të kishte tradhtuar, ti e kishe falur, i tregove për sjelljet e saj? Po, që të gjitha dhe prindrit e vajzës thoshin nuk ka faj goca jon. Ti do jetosh aty, ke 2 fëmijë aty, do vazhdosh aty. Ka ligje, ka shtet, me fjalë ato e mbështesin, jo se ti flisin tamam si fëmijë, por e mbështesin në çdo gjë që ajo bën. Deri më sot që ne flas. Trëndafila vendosi që të ndahej me ju dhe mos të largohej nga shtëpia, sepse pas divorcit ajo pretendon t'ju hedhë në gjyq të bëjë ndarjen e pasurisë dhe të marrë atë pjesë që i takon në banesën tuaj. Si takon asgjë sepse ka gjetur çdo gjë gati. Mirë. Kur ne jemi martuar është bërë, ka qenë e përfunduar çdo gjë. Por sa muaj qëndruat kështu, Marcel, të dy bashkë në të njëjtën shtëpi me këto lloj problemesh?
diku ke 3 muaj, sepse filloi sajon historinë e radhës që për urdhra mbrojtje, edhe pse kamerat e shtëpisë kishin kapur, që zonja fliste me dikë dhe i thoshin kam marrur urdhër mbrojtje se nuk kam lek. Sajon vazhdon e njëjta histori, grisë rrobat e fëmijëve. Por dëgjoj, Marcel, këto veprime që ti po më tregon që trëndafilja i bën, nëse janë të vërteta, këto nuk janë normale. Nuk janë normale, por nuk më merrte njëri për bazë. A mund të ketë ndonjë problem? Zonja? Po. Jo, absolutisht, çdo gjë i bën sepse do. Sa më duket pak sa edhe e çuditshme e gjithë kjo, që një nën të grisi rrobat e fëmijëve, s'më duket as pak normale. Vazhdoj, çdo gjë e dinte pikën tim dobët. Fëmijët fillon të griste rrobat, i grisi rrobat e stimuloi sherrin. I kam thënë vetëm kaq, i kam thënë, të të vi turp që merresh me rrobat e fëmijëve. Hajde me mu bëj çfarë dush, se gati isha mësuar me ato debate, me ato sherrë, me ato. Ajo ngrehet me vrap aty, sa i thashun këtë, shkon në komisariat, i thot ai më ka sharm, ka ofenduar gjëra që nuk kanë ndodhur. Oficeri që ishte në polici i plotson deklarata për urdhër mbrojtje. Shkojmë gjykat, janë thirrë gjykatës që zonja e stimulon edhe urdhëroi ke audion që zonja e përgatit këtë gjë. Gjykata prap nuk e mori parasysh. E pajisi prap me urdhër mbrojtje. Dhe ti vendose që të largohesh nga shtëpia jote. Po nuk vendosa unë, vendosi gjykata që unë të largohesh. Kur ajo u pajis për herë të dytë me urdhër mbrojtje, gjykata vendosi që ti të largohesh, të rrije larg nënës së fëmijëve. Po. Dhe aktualisht ajo jeton me nënën tënde? Po. Kurse ti ku ke shkuar? Unë me qera. Jeton vetëm? Po. Nuk të... Jo, në muajin gusht i kam pasur unë këto kohë, i kam pasur unë fëmijët. Për momentin jam me nënën dhe me fëmijët, në Qiran. Ke marrë edhe nënën dhe fëmijët? Po, ligjërisht jam vetëm në fillim. Por në momentin që ti shkove në shtëpi me qira, gjykata të dha të drejtën e fëmijëve, ti takoje, të shkoje ti takoje. Deri në vendimin që ka qenë me datë 29 korriktëni, po, i takoja 2 herë në javë. Fëmijët? Po. 2 ditë një herë në 2 javë. Ajo nuk të pengoj, trëndafilja? Jo, sepse ishte vendimi i gjykatës. E qartë, jo, po ka ndonjëherë ka nëna që nuk e zbatojnë fare vendimin e gjykatës, por ajo nuk të ka penguar që ti takosh fëmijët. Ti vje do të shtëpinë tënde që të takoje nënën tënde sa ishte pajisur me urdhër mbrojtje? Jo, absolutisht jo. Po nënën tënde ku e takoje, në kafene? Në kafene, ose vinte të kurrë. Por ti çfarë kërkon tani? E kuptoj që martesa u shkatërua, familja u shkatërua dhe fëmijët mund t'i kaloj kujdestari nënës. Siç ta thash, me gjithë provat që ajo i dhunonte, ato prapja lan nënës. Po, ka mbaruar divorci? I shkallës parë të fjerit, po. Pra, gjykata vendosi që kujdestarinë e fëmijëve ta ketë nëna, ndërsa ti të kesh të drejtat e takimit dhe pagesat mujore. Po. Ti nuk re dakord me këtë vendim që dha gjykata e shkallës parë dhe apelove vendimin? Atëherë, po, apelova vendimin sepse nuk më duki drejt lënia e kujdestarisë nënës, me gjithë ato prova, me gjithë ato. Por fëmijët si ndihen me nënën e tyre? Si mos më keq. Ti I kam parë si janë edhe i shoh si janë me ne. Goca nuk do ta dëgjojë se kur i thuaj që të shkojmë te mama, fillon me qanë. Po si do t'i dorëzoj kur fëmijët Në gjithë histori më të pafajshmit janë vajza jote dhe djali jote që është 1 vjeç e gjys. Dhe ti do t'ja kthesh nënës sepse mbaroan ditët e pushimeve dhe do t'ja kthesh sërish nënës 2 fëmijët, por nëna jote do shkojë atje apo do ri me ty? Po normal që do shkojë në shtëpi. Derisa të marrë urdhër mbrojtjes, marrën në tetor. 18 tetor. Se është pak e çuditshme kjo historia jote e familjes. Mami jote jeton me nusën, me ish nusën tënde ti jeton vetëm. Po.
Ja vendimet e gjykatës dhe pse kërkuam dhe largimin e zonjës nga shtëpia, se mori parasysh gjykata. E la po aty ku ishte. Po nëna juaj çfarë thot? Çfarë do thot? Jo, ajo jeton në të njëjtën shtëpi. Mjes dregtar. E qartë, përveç konflikteve që ka, ajo jeton në të njëjtën shtëpi. Asaj ja pengon fëmijët apo ja loj që t'i takoj? Po, jo, absolutisht nuk i takon. As nënës tënde nuk ja lë? Jo, absolutisht. Edhe në kohë për shkruajt e goca, pa të urdhëruar të shkollës që i flet mos ta takonte asnjë gocë. Ti s'ke mundur dot, gjatë asaj periudhe që je divorcuar me trëndafilen, të flasësh për fëmijët. S'ke mundur dot. E pa mundur. Interesi e saj është vetëm lekët, edhe me fjalë keq bërje. Mundoha sa më tepër se Mua më shumë keq, Marcel, që pas 7 viteve martes ti jep i fund kësaj gjëje. Ndonjëherë divorci është gjëja më e mirë, kur një gjë nuk shkon dhe ata kam menduar dhe unë, por zonja vazhdon as merr ndaj fëmijëve. Ky është problemi im sot. Zonja Fize, përshëndetje. Shëndetje. Zonja Fize, mua më vjen keq për gjithë këtë ngjarje që u ka ndodhur në familje me nusën e djalit, por Marceli më tregoi që ai ka pasur një sjellje jo të mirë dhe me ty. Po, shumë të keqe. Por pse Dhe dhunë fizike kemi pasur në shtëpi. të ka dhunuar dhe ty? Po. Por pse ka lindur dhuna, është e rëndë vjera me nusën? Arsyeja e saj është thot më largon nga banesa ti, largon fëmijët. Kjo është. Do të rri aty, të qëndroj aty. Por kështu ka qenë gjithmonë trëndafilja, nusja jote e djalit, ish nusja? Po, kështu ka qenë me hope, herë mirë, herë keq. Po u bë më keq pastaj. Pra, sjellja e saj nuk ka qenë fort e mirë në shtëpinë tuaj. Jo, që sa ka ardhur ajo, jo mirë. Por tani që ti jeton vetëm me atë, Ja, ashtu? fëmijët nuk t'i lë ti takosh niprit dhe mbesa? Jo, kemi dyrë ballë për ballë me një korridor e në gocë nuk e lë ta drejtoj kofën te nga dera ime, po i thot, e çfarë thot. Kjo është e rëndë, është shumë e rëndë kjo situatë, sinqerisht. Ti jetosh brenda një shtëpie dhe mos të takosh dot nipin dhe mbesën. Jo, nuk vjen goca do të marrë një bidon ujë frigoriferin tim se nuk e la ama. Por ti ku përplasesh në korridor, në tualet, Do mbylli derën shpejt, ajo që të mos hyj unë, që të marrë diçka, e bën kastile, jo se lahet goca, po do ta mbylli derën për të marrë unë diçka aty, do përplasi derën. ndoshta ajo është e re në moshë dhe gabon me këto veprimet. Nuk e mundur dot t'i flasësh si një nën që nuk fiton asgjë me këto lloj veprime që bën? Me atë nuk mundet të flasësh, se ajo ashtu është. Ashtu, atë edukat ka. Por me ish krushit nuk keni folur, se kjo është një situatë anormale, nuk jetohet dot kështu në një shtëpi. Me ish krushit janë thirrur edhe po e njëjta situatë. I ka foliati e ama, po e njëjta ajo është. Dhe ajo që është akoma më e rëndë, sipas Marcelit, djalit tuaj, ajo e ka denoncuar djalin tuaj për dhunë dhe është pajisur me urdhër mbrojtje. Po, dhunë psikologjike, jo se ka çu dorë. Dhunë psikologjike. Po. Unë kaloj dhunën psikologjike gjithë përditshëm, përsa ajo ky iku nga shtëpia. E në fakt ti si nën nuk ndihesh mirë që djalit ka ikur nga shtëpia. Po. Ky ndi vjakun që në premte. Edhe e kam brenda akoma. Ndërkohë që Marceli nuk vjen dot në shtëpinë e tij të takoj ty. Jo. Se është e pajisur me urdhër mbrojtje ish nusja e tij. Por gjithë problemi që Marceli hyri në live me mua dhe kërkoi ndihmë janë 2 fëmijët e vegjël, vajza 6 vjeç dhe djali 1 vjeç e gjys, sepse dhunohen nga nëna. Por pse? Trëndafilja kaq shumë keq sillet dhe me fëmijët e saj? Trëndafilja ka pas rrapur gocën, pse më fliste mua, goca, mos i fol nëna si thoshte. E goca dhe nuk flet se është traumatizuar.
Ka frik nga e ma shumë. Të reagoj ndaj teje. Po të flasi mua ajo e hangu da jakon. E da Shufize, unë e kuptoj që është edhe ironi fatje, të jetosh me ish nusën e të njëjtën shtëpi dhe mos kesh komunikim dhe t'i japësh një mesazh nga një live tjetër, për mua është abstrakte, por nëse ti do e kishe përballë trëndafilen, çfarë do i thoshe? Trëndafila s'di gjë tjetër të shaj të vendoj. Po, të më shaj mu të vendoj, mu do t'i kthej masaj. Pse çdo ditë kështu është në shtëpinë tuaj? Ajo ju shan, ju ofendon? Vetëm konflikt. Vetëm e fundit kam bet ajo dhe unë aty shtëpi, gjëja ja fundit. Se aty nuk jetohet më. Dhe mua vjen keq për gjithë situatë që është krijuar në familjen tuaj, nga një familje e lumtur, keni përfunduar tashmë të përçar. Më vjen keq, por nëse ti do e kishe përballë, çfarë do i thoshe? Do i jepi një mesazh ish nusës së djalit? As i jap mesazh, as nuk do ta shoh me sy, vetëm të më largohet. Edhe ky një mesazh është, edhe ky që po thuaj në këtë moment një mesazh është, i kërkon që të largohet nga shtëpia. Po, atë e kërkoj. Po përballë jo, atë nuk e kërkoj, nuk do t'ja shoh sorate. Vetëm kërkon që do të lërë të qetë dhe të largohet nga shtëpia jote. Po. Se ka dytin Marceli që i ka nga shtëpia. Është i dyti kur dhe mbrojtje që ikën për asajt vetëm për fjalëve. Unë uroj zonja Fize të bëhet më e mira dhe të zgjidhet e gjithë kjo situatë dhe mbi të gjitha më e mira të bëhet për dy fëmijët e mitur. Interesi më i lartë janë dy fëmijët, Nipi dhe mbesa jote. Po, se diskutohet. I dashur Marcel, edhe ti nuk ke mundësi të flasësh me nënën e fëmijëve të tu, me ish nusën, sepse ke frikë t'i afrosh, se është pa isur me urdhër mbrojtje. Por nëse do t'i jepe i shansi, ta kishe përballë, u bë një kohë gjatë që je ndar, nuk jeton më me të, çfarë do i thoshe? Asnjë mesazh nuk kam për atë njeri. Do të thoshe edhe diçka zonja, pasi jemi në një proces për largimin nga shtëpia. Zonjës, se kemi hapë një padi. Po. Padi që na ka kushtuar goxha lek. Zonja tani pretendon shumë lekësh, një shumë të papërcaktuar, sepse zonja pretendon që gjendja financiare është shumë e lartë. Edhe zonja pretendon shumë lekësh dhe kërkon firmën tim që të largoj fëmijët nga Shqipëria. E qartë, kërkon një prokuror që të largohet nga Shqipëria me dy fëmijët. Gjithë të cilën ti do t'ja japësh prokurën? Unë po ta them në fshatar që po ta them. Kur të më shofi mu në dhe, atëherë do t'i marrë fëmijët. Unë jam në Shqipëri, nuk po i takoj dot fëmijët. Me dhunë, me gjykata, me drejt me shqiptar. Imagjinoje jashtë shtetit. Unë kam qenë dëshmitar i një rasti që gjykata e Fierit i kishte dhënë një nëne të drejtën largimit në shtëpi, babai nuk i takon të fëmijët. E kam të regjistruar audio. Unë çdo vendim të gjykatës Fierit, unë i kam të regjistruar në telefon. Çdo paçavure që Ersita Bajgore ka bërë në çështjen time. Edhe me çështjen atij personi tjetër që ishte e njëjta gjë. Ajo nuk ka arsimin e duhur atë. Nuk ka ajo gjyqtare. Marcel, ti po më tregon që do vazhdosh betejën me drejtësinë për të marrë kujdestarinë e fëmijëve dhe t'u heqësh nënës. Por dua një mesazh t'ia përcjellësh trëndafiles. Mesazhi është mos ta merrën ndaj fëmijëve. Të lëri fëmijët vendosin, ja kam hedhur të sugjerim. I kam thënë do ta paguajmë psikologën më të mirë në Shqipëri. Lëri fëmijët vendosin vetë ku do të shkojnë. Ku të jetë lumturia e fëmijëve? Këtë e kam kërkuar. Pra, ju i kërkoni në këtë live me Odetën Marcel që të lërë fëmijët të vendosin vetë dhe padyshim mos të ndajnë nga babai nga ty. Mirë, Marcel, ta uroj me zemër, sinqerisht të bëhet më e mira. Odeta, edhe një diçka. Po. Ersita Bajgore në fundin e seancës me datë 29 korrik ka pranuar
që trëndafili Lecini ka marrë urdhër mbrojtje të paqen, e ka pranuar, e ka me audio. Një anëshmëri gjatë gjykimit, që është bërë një padrejtësi, kur unë i kam nxjerrur çdo video gjyqtare se ajo dhunon fëmijët, gjyqtari që e gojë, unë nuk e di. Psikologja e ka pranuar, i ka thënë po, në atë shtëpi ka pasur dhunë, fëmijët janë dhunur, por unë nuk kam fuqi. Ma ka thënë dhe privatësisht, unë nuk kam fuqi të veproj. E ka pranuar dhe para gjykatës, që nëna është e dhunshme. Jo, po nëse të gjitha këto janë të vërteta, ky është një skandal për gjykatën e qytetit të Fierit. Prit pak. U apelu vendimin më tepër sepse vendosi gjykata takimin një herë në muaj, herën e parë. Një herë në muaj që unë të takoja fëmijën. Futi dhe një fëmijë tjetër, një çifti tjetër, mi bëri 3 fëmijë. Si 3 fëmijë? Po, futi dhe në një vendim ishin 3 fëmijë. 2 fëmijë të mi dhe një fëmijë tjetër. Mirë, okej, ka dhe gabime njerëzore, Që nuk kishte seriozitet fare, ai gjyqesa ka filluar dhe deri në fund e kuptoj. një anëshmëri totale. Gjithsesi, Marcel, ne do betemi bashkë në kontakt. Unë uroj dhe shpresoj që Trëndafile Lecini, ish bashkëshortja, nëna e 2 fëmijëve të tu, ta ndjeki këtë live, të reagoj, të më telefonoj dhe unë i bëj thirrje, jam e gatshme që të jem me Trëndafile dhe të flasë dhe e uroj më të mirën, si për ty që je babaj atyre 2 fëmijëve, por uroj të mirën dhe për nënën, se nëse është nëna mirë, janë dhe fëmijët mirë, nëse është babaj mirë, janë dhe fëmijët mirë. Kështu që do mbetemi në kontakt bashkë dhe u boft me mira, o Marcel. Këta, unë nuk kërkoj asnjë gjë nga i njeri. Unë kërkoj vetëm mirë që janë në këtyre fëmijëve. Këto fëmijët e mi mos dhunohen. Edhe dhunohen, në gjykatë thot interesi më i madh janë fëmijët, e gjë që nuk ka ndodhur. Atëherë, shkon komisariat, nuk merren përballë, shkon prokurori, flet gjumë. Atëherë, ku të shkojmë pra? Pse kur u dhunohet një nën u çuket thjesht me vrap? Po fëmijët. Jo, është e rëndë. Absolutisht është e rëndë. Nëse kjo gjë është e vërtetë, është shumë e rëndë. Në rast që ndodhet i fusin të gjithë bashkë, po jo pra, nuk është. Edhe i rast është policia që nxitohet, sepse nuk mundi një nën që truri fëmijët nga makina të shkojë të mysin lumë. Sepse ato policë kemi, ato komisariat kemi, shumica janë pleqët eta. Janë pleq, janë pensionistë edhe nuk kërkojnë në trojnë fare me këtë. Të mbyllin derën, roja atje të mbyll derën. Nëna ime shkërcënuar mes komisariatit, që do ta fusin burg nëse nuk e hapshin derën e saj. E kuptoj. Edhe për këtë kam avokatën dhe shpitar, ti thot gjithë. E qartë, Marceli, kuptoj problemet e familjes tuaj. Mirë, nuk do të mbaj gjatë, sepse ishe në timon, bërritje në shtëpi gjatë këtij live, gjitha i kem për në kohë reale, je i lodhur, do betemi kontakt, kështu që të përshëndes dhe të falenderoj, Marcel. Mirë dashumish, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë falenderoj që dua me mua deri në fund të kësaj video. Uroj dhe shpresoj që kjo video të ndiqet nga nëna e 2 fëmijëve të mitur, Trëndafile Lecini, e cila kjo e fundit, nëse dëshiron, mund të reagoj dhe mund të më telefonoj në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit. Ndërkohë të dashumish, këtu lart tek fotoja ime, mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar, ku tashmë çdo ditë hy live këtu në kanalin tim në YouTube me këtë histori njerëzore, me shpresën që zëri tyre i çdo personazhi që më telefonon, më shkruan në rrjetet e mia sociale, do dëgjohet. Faleminderit dhe ju që më ndiqni dhe më mbështesni. Mirupafshim dhe takohemi sërish nesër live.